Perëndia e fillon duke thirrur Josueun tek libri i Josueut që t'i shërbej Zotit. Edhe akoma më shumë të drejtoj popullin e Perëndisë drejt vendit, drejt tokës së premtuar. Por imagjinoni pak, Josueu ishte nën hijen e Mojsiut. Edhe Zoti tashmë po i thërret Josueut që të zvendësoj Mojsiu. Siç e dim nga historia më parshme deri në këtë moment që Zoti thret Josueun, Mojsiu ishte një nga, le të themi, drejtuesit e mëdhenj, i mëshirshëm, i hirshëm, por gjithashtu dhe i rrept duke mëshuar edhe duke si thuash i drejtuar njerëzit tek fjala e Perëndisë. Imagjinoni Mojsiu ishte një nga ata njerëz që paktën në sytë e popullit doli në anë të shkambit, ngriti shkopin përpjet, edhe deti u hal. Aty ndeti gjithë ditën deri në darkë të vonë, madje imagjino, krahun ta mbash krahun bosh, kështu përpjet ti lodhesh. Nuk kalosh 10 minuta, 20 minuta, jam unë filloj po më rëndohet. Me Mojsiun ose përmes Mojsiut, ishte dora e Perëndisë që i siguroi atyre të dilnin jashtë Izraelit, ishte dora e Perëndisë që po i siguronte atyre ushqim për të ngrënë edhe për të pirë në gjatë gjithë kohës. No, një grua pyetën, i thanë, çfarë është gjëja më e vështirë për ty? Ishte një zonjë e kompletuar, ishte jashtë, në qelloj që duket personazh kështu andej në Amerikë. Po e pyetën, tha, çfarë është gjëja më e vështirë për ty? Sepse mund të mendosh që je kompletuar nga ana ekonomike. Tha, gjëja më e vështirë për mua, tha, është tha çdo ditë tha që të vendos tha çfarë do gatuaj për mëngjes, për drekë, për darkë. Edhe imagjino tani ti jesh me Perëndin edhe të ecësh në përshkretëtir dhe ti nuk do të shqetësohesh se çfarë do hash mëngjes, drekë ose darkë. Ata u ankuan, hëngrën mana, nuk po i pëlqeni mana, thanë dua mish, Zoti dërgoi mish e kështu me. Tani kemi Josueun dhe Josueu ju dha pikërisht ky urdhër. Merr njerëzit e mi, çau, edhe drejto, nxirri që këtu. Dhe Perëndia i thot, a nuk të urdhërova unë kur të vini re vargun 5 aty dhe vargun 6, ai thot unë do të jem, Perëndia i thot do të jem aty, i trimi i fort. Unë do të jem aty. Dhe thot, a nuk të urdhërova? Besoj që për neve mund të jetë një pasazh i shkurtër, 5 vargje ose 9 vargje deri këtu ku kemi arritur tek vargu 9. Por besoj që Josueu mund të ketë pasur një bisedë të gjatë me Perëndin dhe por e ta thuan. Unë drejtoj popullin, në fakt mund të ketë qenë e njëjta bisedë siç Mojsiu kishte me Perëndin, edhe Perëndia i tha Mojsiut, shko dhe nxirre popullin tim që nga Egjipti, dhe i tha, po unë nuk jam i aftë, unë nuk jam, mua më mbahet goja, dhe shprehimisht thuhet aty në Bibël që Mojsiut i mbahej pa goja. Po s'u mërzit, tha Perëndia. Perëndia nuk ja shëroi atë, se Perëndia mund ta bënte. Nuk ja shëroi gojën, do të thënë të folurën, por i tha do vi vllai yt me ty. Edhe kështu me radhë, edhe me Josueun tani, Josueu i thot, po çfarë thua? Që të veshësh sandalet, këpucët, se sandale kishin. Sandalet e Mojsiut në atë kohë ishte një përgjegjësi shumë e madhe, që të merrje mbi supe drejtimin e tij ishte goxha përgjegjësi shumë e madhe. Po ta shikojmë më vonë, libri i Josueut flet shumë gjatë, por tek kapitulli 24 vargu 15 ai Josueu del
me atë shprehje, sa për mua dhe edhe familjen time, ne do të ndjekim Perëndin. I thot po. Pra arriti që të ishte në gjendje, domethënë që të kishte mundësi që të shprehej në këtë lloj mënyre. Ajo çfarë shikojnë këtu tek ky urdhërim është fakti që Perëndia po na thërret edhe neve sot. Shikoni, kjo thënie e fuqishme nga Perëndia, ajo çfarë unë mundova të shpjegoj, thuhet Jezeut në një moment kritik. Mojsiu kishte ndërruarje dhe Jezeut ishte deleguar detyra për të udhëhequr popullin për të hyrë në tokën e premtuar, e cila në vetvete ishte një detyrë e madhe dhe e vështirë. Pastaj Jezeut ju kërkua për të zëvendësuar Mojsiu dhe nuk ishte detyrë do si do, nuk ishte se po pra këto fjalë inkurajimi janë të vlefshme dhe për ne sot. Perëndia i thret dhe thot bëj fort dhe i guximshëm. Jozeu nuk u thirr të mbështetej tek armët, rrëmbej armën, apo tek populli, por tek Zoti, sepse Perëndia i tha, unë do të jem me ty. Psalmi 27 vargu 1 thot, Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, nga kush do të kem frikë. Timoteu, e dyta Timoteut kapitulli i parë vargu 7 thot, sepse Perëndia nuk ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. Besimtari nuk duhet të jetë i dobët në shpirt, por i fortë në besim. Guximi i krishterit nuk është guxim njerëzor, por siguria që Zoti është në kontroll. Kjo është hapi i parë që Perëndia i thërret Jozueut dhe na thërret ne. Bëhu i guximshëm, i fort, i trim. Fjala mos ki frikë ose shpreha mos ki frikë në Bibël përmendet në mënyra të ndryshme 365 herë. Pra është shumë e rëndësishme mos të kesh frikë. Tani, frika është e nevojshme, por jo frikë që të paralizojë ty. Sepse nëse është një frikë që të paralizon ty, atëherë ti do të ngecësh, nuk do të ecësh përpara. Por nëse është një frikë që i thret mendjes, logjikon, gjykon, edhe që të marrësh një vendimin e duhur, atëherë jemi në rrugën e tu. Një gjë është e sigurt që Perëndia është gjithmonë me ne. Tani, diçka tjetër interesante që kam vënë re në, si thua që Zoti ta bën të njohura, të ditura, nuk e di si mund ta shpjegoj, por përmes frymës së Tij, Perëndia vepron dhe na hap dhe mendjen, që të kuptojmë më shumë. E keni vënë re që në momentin që neve kemi diçka nevojë, ndonjëherë fjalët janë të tepërt. Edhe sidomos kur vjen dikush aty mos u mërzit, mos kështu, edhe një nga ato shprehjet tona të famshme është, po si mos mërzitem? Ti shikon se çfarë jam duke bërë. Edhe shpesh herë njerëzit zgjedhin që të heshtin, njerëzit që ndodhen pranë, edhe të mundohen që të japin ndihmë. Edhe vetëm kaq neve themi që nuk kundërshtohet, është unë jam këtu, jam gati për të ndihmuar, vetëm hap gojën se çfarë të bëjnë në këtë moment. Por të gjitha këto është anër njerëzore, në mënyrë që neve të lidhemi, si mbani mend antenën, më përpara kur ishim me televizor me antenë, tani trupe përdorin antenën për shumë ta. Më përpara neve me i pozicion na kapte TVSH-n, me i pozicion tjetër na kapte një stacion në Rai 2, ku ti më jepshin në telenovela,
Ande nga fshati jon ka qenë shumë vështirë për sinjal. Mirë që do ta ngrije antenën lart, po flasim 10 metra, mirë që do ta ngrije antenën sa më lart ishte e mundur, por ne si fëmijë kishim për detyrë që të marrim mend pozicionin e antenës. Kur do dëgjonim lajmet neve të vëshaja ose ku di unë Top Channel që vinin të më vonë, neve do të marrim mend që këtej nga shtëpia komshisë kam të vëshën, këtej nga shtëpia e këtij tjetrit kam këtë gjë. Edhe ndonjëherë të na lëvizte dora ose lëvizni me shpejt. Ha! Bërtisti pastaj. Hyri bro, erdhi stacioni, jo, lëviz! E njëjta mënyrë po të shikosh dhe kur neve kemi kur përpiqem që të komunikoj me Perëndin, është e rëndësishme për të vënë re që mënyra më e mirë për të komunikuar me Zotin, do vjen keq ta them, se nuk na pëlqen. Kur kemi dhimbje. Sepse momenti që neve kemi dhimbje, neve dorëzohemi plotësisht në duart e Perëndis ose në prezencën e Zotit. Edhe por gjithashtu kjo është pjesa e parë. Pjesa më interesante vjen kur ti lexon fjalën e Zotit. Edhe më e bukur është stacioni, kanali hyn më mirë kur ti je i dorëzuar përpara Zotit, edhe ti lexon fjalën e Perëndis dhe ajo, do di unë, fjala ose aty ku po ti po lexon, është pikërisht me situatën tënde. Është kaq të thuash kaq e gjallë, edhe ti pret edhe mënyra se ti mund ta kesh lexuar një 10 herë, ëh? Me mira herë atë pasazh dhe thua dashka të thoka dhe pikërisht edhe këtë gjë. Mua më ka ndodhur në fotollakun tim edhe në krenarin time është që mund të them që për shembull kur lexoj një pasazh, pak a shumë di ta shpjegoj, në ana teknike le të themi. Jo të gjitha. Edhe kur themi për shembull shëmbëltyrat e Jezusit, shëmbëltyra me farën, shëmbëltyra me tokën, po e din çfarë do të thotë. Por më ka ndodhur edhe me këto gjëra që i di si mësim ç'a mund të marri, në momentin që ti je i dorëzuar, në momentin që ti e lexon këtë, kur ti shpirti yt ka nevojë, atëherë ti kupton akoma më shumë. Po pse janë këto gjë, pse kjo pjesë është e rëndësishme? Është e rëndësishme që në mënyrë që ti të kuptosh fjalën e Perëndis, ti duhet gjesh dhe si thua nuk e di si mund të them, frekuencën e duhur, kanalin e duhur, po flasim nga ana shpirtërore, që ti të kuptosh fjalën e Zotit. Është një lloj e kemi vënë re gjithashtu që në mënyrën e të ushqyrit ne themi që nuk është, është mirë të hash mish, por nuk është mirë të hash për ditë ose 3 vakte, do hash edhe gjëra të tjera. Pra, përpiqesh të marrësh, por gjithashtu të marrësh ato vlerat ushqyese të më të mira të mundshme. Por gjithashtu themi që neve kujtojmë që ky lloj ushqimi mua nuk më bëri mirë. Edhe zgjedh që mos ta hash ose ta konsumosh sa më pak. E njëjta gjë dhe me anën shpirtërore, sepse ndonjëherë shpirti ynë ka nevojë për gjëra të ndryshme në momente të ndryshme. Edhe në qoftë se ne nuk zgjedhim që ta ushqejmë shpirtin ose nuk e gjejmë ushqimin e duhur, neve bëhemi të thatë. Edhe çfarë ndodh kur bëhemi të thatë shpirtërisht? Ose një mënyrë tjetër thani është kur bëhemi akoma më të uditur. Shpesh herë njerëzit fajsojnë njerëzit e tjerë që ky grupim njerëzish nuk është i duhuri, nuk më ka nga këta që thonë edhe tani që
nuk më ngjall energji pozitive. Por puna është që energjia pozitive, gjërat pozitive vijnë nga Perëndia, nga fjala e Zotit. Edhe ndoshta ju ka ndodhur ndonjëherë që edhe të dielave kur kemi ardhur dhe kemi dëgjuar mësimin, mësimi që ishte që po dëgjon nga e di ky që po flet për mua. Këto tema mësimi, paktën për vitin 2025 unë i kam zgjedhur që në fillim. Pothuajse qen dhjetor të 2024-s, edhe i përgatita që kem një ide ku do referoha. Që mos të sepse është pikërisht si puna e asaj zonjës që nuk di çfarë të gatuaj për drekë për darkë, që të vendos. Edhe një nga gjërat e vështira është që çfarë do përgatis. Edhe ka ndodhur që në momente të ndryshme kam përgatitur mësime çfarë unë kam pasur nevojë shpirtërisht, me thënë të drejtë. Por këtë vit, ndërsa i kam zgjedhur këto tema, mua më ka ndodhur që këto tema më shumë m'janë dashur mua, qofshin për kritik, qofshin dhe për inkurajim. Për shembull, edhe kjo pjesa je i fortë dhe trim është e nevojshme që në momente të ndryshme të jetës sonë ne mund të kemi nevojë. Mund të jetë për një nevojë për guxim, nevojë për të guxuar, për të dalë nga ajo zona jonë e rehatisë, për të provuar diçka të re. Nevojë të na thuhet që je i fortë, mos u trem, kur diçka, një situatë e vështirë po ndodh në familjen tënde dhe të kujtoj që Zoti është me ty. Pra, gjëja më kryesore dhe më e rëndësishme është që Perëndia është me ne. Lufta kundër frikës, mos ki frikë dhe mos u trem. Unë e përmenda pak më përpara, frika është arma kryesore e ermikut për të na paralizuar, por Zoti përsërit mbi 365 herë në Bibël, mos ki frikë. Një herë për çdo ditë. Mund ndodhi që po të hysh një studim akoma mund të thellë, mund të bëhet dhe 2 fish, 2 herë në ditë. Isaia 41 vargu 10 thot, mos ki frikë sepse unë jam me ty, mos u trem, sepse unë jam Perëndia yt. Ligji për të rirë thot, bëhuni të fortë dhe trima, mos kini frikë, sepse Zoti Perëndia yt është me ty. Kur frika pra troket, besimi duhet përgjigjet. No? Një gjë duhet që ta kemi të sigurt. Është që çfarëdo që të ndodhi, Perëndia ju nuk do na braktisë. Të kuptojmë pikërisht të fakt, Perëndia është me ne. Edhe pse kjo jetë neve na duket e dhimbshme, neve na duket edhe për njerëzit tanë të dashur na duket e vështirë ta pranojmë që të ndodhi diçka e keqe, dhe një nga dhimbjet më të mëdha si prindër është pikërisht kjo gjë, që të shikosh fëmijën tënd, të dashurin tënd, familjarin tënd, që të kaloj dhimbje edhe ti të jesh i pafuqishëm që mos të bash asnjë gjë. Edhe pikërisht është kjo pjesa, besimi. Se çfarë do ndodhi nuk e di. Por dim diçka që Perëndia është në duart e Perëndisë. Përsëri neve nuk e pranojmë dot 100%, sepse kur themi është në duart e Perëndisë, Perëndia është i fuqishëm, mbas zgjidhi këtë hall. Por jo në kornizat tonë. Nuk do të thotë që nuk do të ndjejmë frikë, kur kemi besim tek, por që nuk do të lejojmë frikën të na drejtojë. Edhe një nga armët e fuqishme që djalli përdor është pikërisht kjo gjë që na intimidoj, na friksoj, të na paralizoj, që mos të zgjedhim Perëndin. Të gjithë ne e dim dhe që është e shkruar e bardha mbi të zezë, ne këtu jemi përkohësisht. Mund të jemi për 50 vjet, mund të jemi për 70 vjet, mund të jemi për 80 vjet, mund të jemi për 100 vjet. Anzi,
djem thamë, çfarë do bëhesh ti babai kur të rritesh, kur të vesh 100 vjeç? Thash unë, në bëjmë qurre. Por është e sigurt pra që ne do të largohemi nga kjo tokë. Edhe djallit nuk I intereson kjo pjesë, sepse kjo është ndarë. I intereson që neve të heqim dorë nga Perëndia. Të heqim dorë nga Perëndia përjetësisht, sepse e di, për aq kohë sa je këtu në tokë, unë do të luftoj, do të intimidoj, do të friksoj që ti të dorëzohesh dhe të thuash që nuk e dua Zot. Edhe në momentin që ti thua nuk e dua Zotin, largohesh, djalli të le aty sepse tashmë ti je I vdekur për të. Jo ma fizikisht, që është shkruar te Barta me zezë, por dhe shpirtërisht je përgjithmonë I ndarë nga Zoti. Siguria pranisë së Perëndisë, sepse Zoti është me ty kudo që të shkosh. Shpresa jon e madhe është se rruga nuk do të jetë e lehtë, por se Zoti është gjithmonë me ne. Mateu 28 vargu 20, pjesa e fundit e atij vargu, sepse Jezusi I urdhëron dishenjët e tij të shkonin dhe bënin dishenjë dhe I mësoni atyre të gjitha urdhërimet e mia dhe I pagzoni ata në emër të Atit të Birit dhe Frymës së Shenjtë, dhe unë thot, ja unë jam me ju për ditë deri në mbarimin të botës. Hebrej kapitulli 13 vargu 5 thot, unë nuk do të lë. Kur nuk do të braktis. Ashtu si një prind I sakt mëndërisht, le të themi, që nuk të heq dorë, nuk dorëzohet kur, që të kujdeset për fëmijën e tij, ashtu dhe Perëndia nuk heq dorë kur, duke u kujdesur, duke na krijuar mundësi pas mundësie për të kthyer tek Zoti. Nuk heq dorë kur. Prandaj dhe thot, nuk do të lë, kur nuk do të praktis, dhe kjo më e bukur është se ndonjëherë neve fëmijë, kur kemi fëmijë të vegjël, se më vonë nuk mund të bëjmë dot gjë. I themi, ullu. Edhe bëj çfarë them. Por Perëndia e bën këtë gjë, mund të na thotë, madje edhe mund të bëjë edhe në një kështu që të na ndryshojë dhe mendjen, pa ashtu fare, por na le të zgjedhim vet me zgjedhjen tonë të lirë, që të arrijmë të kuptojmë dhe ta pranojmë se sa I madh dhe I hirshëm, I mëshirshëm dhe I dashur është Zoti me ne. Dhe ai është gjithmonë. Edhe sikur të eci në luginën e hijes së vdekjes, ti je me mua. Psalmi 23 vargu. Kjo është garancia jonë. Pranin e Perëndis nuk I kufizon koha, vendi apo rrethana. Ai është me ne në betejat e mëdha dhe në përditshmërinë. Po të shikojmë se tani kemi sy, edhe me mendje, sepse kur ndodhemi përballë një problemi, një vështirësie, neve themi ç'a ka, se nuk di zgjidhje. Por kur ai problem, ai shqetësim ka marrë zgjidhje, edhe ti shikon edhe arrin ta kuptosh se Perëndia ka qenë gjithmonë aty, Perëndia ka siguruar për problemin tënd, për shqetësimin tënd, dhe ka qenë gjithmonë I gatshëm për të ndihmuar. Perëndia vendos njerëz të ndryshëm për të bekuar, për të ndryshuar, për të ndihmuar, edhe për të forcuar, edhe për të inkurajuar. Ky është Perëndia jote. Zoti po na rreth pikërisht me këtë. Mund të ketë së pari, mund të ketë situata të ndryshme në jetën tonë që për momentin nuk kanë marrë zgjidhje. Por një gjë është e sigurt. Perëndia po na thotë nuk të lë kur, nuk do të lë, nuk do të braktis. Edhe po na rreth dhe një herë, je I fortë dhe trim. A nuk të urdhërova unë do të jem me ty gjithmonë. Kur thuhet gjithmonë është përtej kësaj jetës, është përtej kësaj kohës. Në qoftë se neve do të arrinim të kuptonim bukurinë, madhështinë e të qenit me prezencën e Zotit, kjo jetë nuk do të kishte kaq dhimbje.
paktën për ne si krishterë, sepse bota është nën kontrollin e mëkatit edhe njerëzit, ka dhe njerëz të ligjit qinj që luftojnë që po të arrijnë fuqinë, po të arrijnë kontrollin, po të arrijnë pasurinë, mund të kenë çdo gjë nën kontroll, por është për një fraksion kohe, për një pjesë shumë të vogël kohës. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin për ne. Zoti na bekoft dhe Zoti na dhënë mendjen, syt që të shikojmë që Perëndia është gjithmonë me ne. Mjafton që neve ta luajmë antenën me kujdes, me avash, me ngadalë, për të gjetur frekuencën e duhur që të komunikojmë me Zotin. Perëndia është gjithmonë aty. Perëndia na ka dhënë fjalën e tij për të komunikuar, po ndonjëherë frekuencat tona shpirtërore ose çfarë trupi ynë, çfarë shpirti ynë ka nevojë, nuk lidhet me atë ku neve e kemi hapur Biblën për të lexuar. Vazhdo të lexosh, vazhdo të meditosh, sepse fjala e Perëndisë ka zgjidhje ose ka, nuk e di, ka ngushëllim, ka ushqim edhe për shpirtin tënd.